Sot do të përgatis një tavë me presh dhe me qofte dhe do të më duhen këto përbërës. Këtu kam gati 1 kg me presh dhe i kam prerë, do me thënë pjesën e gjetheve i kam hequr, kam marrë vetëm pjesën lartë. I kam prerë në një mas të tillë dhe i kam vendosur këtu në enqelqi, në tavën e enqelqi. Gjithashtu, këtu kam 300 g me mish të grirë, mish viçi. Do të na duhet një filxhan çaj me janë thëri me buke ose galet, një kokër domate e tillë e madhe, plot, dhe një kokër qep dhe 4 thelpinj hudhër. Këtu kam edhe 2 lug gjelle me uthull. Këtu kam 3 lug gjelle me oriz. E kam speci kuqësh, ky i ëmbël, kurse këtu janë speca të grira, janë djegse dhe shumë pak kam përdorur. Gjithashtu kam dhe një lug kafeje me piper të zi dhe pak shafran. Do të na duhet kripa, pak më shumë se një lug çaj. Gjithashtu dhe një filxhan kafeje me vaj. Dhe nga këto qeset që përdorem për gatim. Qepën dhe urdhrat do t'i vendos këtu te mishi dhe këto erëzat gjitha. Këtu do shtoj edhe uthullën, do të shtojmë kripën, po do të lëm pak edhe për preshin dhe thërimet e bukës. Unë kam haruar, po do të marrë dhe një kokër vezë që t'ja vendos mishi. Pra shtova dhe një kokër vezë dhe vazhdoj i punoj dhe krijojmë qofte. Domaten e kemi grirë në rende dhe e kemi vendosur në një digan. Këtu shtojmë kripën edhe filxhanin e kafes me vaj dhe do ta vendosim për 3 minuta, 4 minuta ndoshta në zjarr të mesëm. Pasi kemi përzier mirë të gjithë përbërësit, krijojmë qofte të tilla dhe i radhisim në tavë për pjekje. Në këtë mënyrë vendosim një presh, një qofte derisa ta mbushim komplet enën për pjekje, duke i shtytur pastaj pak që të na zën sa më pak vend, i japim pak shtytje dhe vazhdojmë të mbushim komplet. Pasi e kemi lënë për 2-3 minuta këtë domaten, e vendosim dhe orizin, 3 lugët me oriz. Pasi e kemi shplar mirë orizin, e vendosim. Shtojmë edhe gotën me ujë që të ketë mundësi orizi të zbutet pak, por jo plot gotën. Dhe i lëm për 2 minuta që të zjejnë. Këtë mas të përgatitur, unë kam shtuar këtu edhe pak piper të zi. Këtë mas të përgatitur, por jo të zjerë plotësisht orizit, shumë pak. Do ta shtoj me kujdes mbi sipërfaqen e tavës, lug në të gjithë sipërfaqen e saj, dhe kemi gati për ta vendosur për ta pjekur në furn në 250 gradë, por do ta fusim tek ajo qesja e pjekjes. Sepse ajo e mban të butë, nuk e lët na digjet, thahet, edhe e bën shumë herë më të mirë. E hapim edhe qesën edhe e vendosim mbi sipërfaqen e tavës. Dhe kështu e kemi gati për ta pjekur në furn. Kemi të përfunduar tavën me presh dhe me qofte, gati për 25-30 minuta zgjati pjekja dhe e kemi gati. Faktikisht duhet që ta lëmë pak që mos jetë shumë e nxehtë. E kemi vendosur dhe në pjatë për servirje dhe e kemi gati.